pse këtë njerëzit thrasin besnik? Besnik më thrasin për shkak të pseudonimit që kom pos gjatë luftës. Po a ke marrë rasisht këtë pseudonim, këtë novk? Tash kur flasim, ja ke lënë veti apo kjo pyetje kjo pyetje është e zërshme dhe më shpjegu sepse përshtatet. Është e zërshme më shpjegu se ka të bëjë me veten time, me personalitetin tim. Personale, po është ai besojnë të tjerët novkestane. Tash unë them që paket përvojës prej momentit kur e kam marrë emrin gjatë luftës besnik, sigurisht që ka qenë një komunikim i dy tre shokëve kur i kemi vendosur mi pas emra, ka qenë propozim i përbashkët. Dhe unë besoj që e kom rujt emrin, novkën, emrin e dytë që e kom pas, sepse prej momenteve të para, kur kom fillu angazhimin ma të hapur, kështu ku them, të fillu prej luftës e tutje, ka shumë shokë me sot që më thrasin ende besnik, unë besoj që e kom bajt, sepse nuk një njeri, nuk një qytetar edhe në që se s'kemi pas raporte, që e kom qitë në pozita që mos më përshtat këti emri. Okay. Se më njohen shumica prej njerëzve, prej meqve, prej strukturës tash në parti që unë kam qenë kogja shumë një prej njerëzve që kom dëgju shumë, kom dëgju halle, kom dëgju probleme, kom dëgju edhe atëherë kur kam pas edhe në brenda politikës edhe jashtë politikës probleme dhe kam qenë një prej personave që më kanë rrëfy. Pra ti dëgjon e nuk flet. Po. Pra veshi dhe goja jote herë nuk komunikojnë me... Në qovë se mund me qenë një veçorie personale të tim, është kjo. Kam dëgju shumë edhe nuk më folë.